imponim. Pastaj Allahu i lartësuar thotë se unë do të vendosi një përgjegjës më këmbës në tokë, i cili do të udhëheq me jetën e tokë, ai është njeriu. Njerëzit të vendosin ligjet. Edhe pse Allahu i lartësuar u ka bërë thirrje njerëzve që t'i përmbahen ligjeve të tij dhe rregullave të tij, mirë, po prap nuk i imponoi. Gjithashtu, nuk do të kishte kuptim më shpërblimi dhe ndëshkimi për njerëzit, përderisa ata e bojnë një jetë të komanduar, një jetë ku Allahu i lartësuar ndërhyn për gjithçka në te. Prej dilemave që i hasim të shumë njerëz, ose të disa njerëz më thonë më mirë, ndoshta edhe tek disa prej atyre që thonë se janë besimtar ose janë musliman, shpesh e dëgjojmë për tyre fjalën se pse ndodhin luftra, pse ndodhin padrejtësi, pse ndodhin gjitha këto vrasje, gjitha këto masakra. Pse nuk i ndalon Allahu i lartësuar? Ku është Allahu? Ose pyetje të ngjashme të cilat ndoshta nganjëherë dalin edhe jo me qëllim, mirë po mos si dilemë ekziston te disa njerëz. Mirë, atë cila është përgjigje? Përgjigja është se Allahu ekziston, se Allahu i sheh, Allahu po i dëgjon të gjitha. Mirë po Allahu i lartësuar ka vendosur ligj dhe ka vendosur rregull që në tokë njerëzit ta e bojnë jetën që dojnë ata. Domthonë njerëzit të vendosin ligjet. Edhe pse Allahu i lartësuar u ka bërë thirrje njerëzve që t'i përmbahen ligjeve të tij dhe rregullave të tij, mirë, po prap nuk i imponoi. Sikurse Allahu i lartësuar ju thot njerëzve: "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Ne e kemi rregulluar tokën, e kemi bë mirë dhe e kemi vendosur rend. Mos bëni çrregullime, mos e prishni rregullin që është në tokë. Mirë, po kjo është vetëm urdhër prej Allahut të lartësuar, nuk është imponim. Pastaj Allahu i lartësuar thotë se unë do të vendosi një përgjegjës më këmbës në tokë, i cili do të udhëheq me jetën e tokë, ai është njeriu. Dhe sikur Allahu i lartësuar të ndërhynte në jetën e njerëzve, do të thonë për çdo padrejtësi, për çdo vrasje, për çdo gjakderdhje, të ndërhynte Allahu i lartësuar dhe ta ndalonte njeriu nga kjo vepër, atëherë nuk do të thuhej se njerëzit e bojnë jetën e tokë që dojnë vetë. Mirë po, do thuj se Allahu nuk lejon që ata të shfaqin dëshirat e tyre dhe ta bojnë jetën sipas planeve dhe sipas rregullave të tyre. Gjithashtu, nuk do të kishte kuptim më shpërblimi dhe ndëshkimi për njerëzit, përderisa ata e bojnë një jetë të komanduar, një jetë ku Allahu i lartësuar ndërhyn për gjithçka në te. I ndalon nga çdo vepër e shëmtuar ose nga çdo padrejsi ose zullum që dojnë me bën tokë, nëse i ndalon Allahu dhe ndërhyn. Atëherë për çka me i shpërbly njerëzit, edhe për çfarë me i ndëshku? Kur vullneti i njerëzve dhe dëshira e njerëzve nuk i mbetet më kuptim në tokë, sepse tjetër kush po ndërhyn në jetën e tyre. E Allahu i lartësuar ka bërë që njerëzit me ilon të lirë në tokë, me vendos ata rregullin, me mbajt rregullin ose mos me mbajt rregullin, në anën tjetër i ka nxit, i ka obligu, i ka porosit që të mbajnë rregull, të mbajnë drejtësi, të mos vrasin padrejtësi, të mos bojnë luftra të padrejta, vrasje të padrejta, të mos bojnë gjakderdhje, kështu. Kështu që vrasjet, luftat, padrejtësit i bojnë njerëzit në tokë. I bojnë njerëzit dhe nuk është që Allahu i lartësuar është i kënaqur me to ose është dakord me to. Mirë po, Allahu i lartësuar është dakord me ligjin edhe rregullin të cilin e ka vendosur në tokë, ai është se njerëzve u ka lënë që të vendosin rregull në tokë. Se a punojnë me rregull, a punojnë pa rregull. A do të jenë të drejtë apo do të jenë pa drejtë. A do të derdhin gjak apo do t'i ruajnë jetët e njerëzve. A do të jenë të mirë, a do të jenë të lehtë. A do të jenë besimtar, a do të jenë pa besimtar, në mënyrë që në botën tjetër të shpërblehet vepërmiri dhe të ndëshkohet vepërligi. Kështu që të gjitha këto dilema i gjejmë zgjidhja e tyre është të pikërisht të kjo përgjigje se Allahu i lartësuar jetën në tokë u autorizoi njerëzve që njerëzit ta bëjnë ashtu si duan ata. Vetëm ndonjëherë vjen në pyetje ndërhyrja e Allahut të lartësuar kur ka të bëjmë me ndonjë padrejsi shumë të madhe ose kur Allahu i lartësuar i ndihmon të dërguarve të tij pejgamberëve ose kur Allahu i lartësuar për ndonjë njeri të mirë ose për ndonjë grup të njerëzve të mirë ose për ndonjë popull të mirë e thën ndonjë ligj të cilin e ka vendosur në gjithësi ndërhyn aty mirë, po këto ndërhyrje janë të rralla dhe në raste shumë të rralla, për ndryshe njerëzit i bojnë këto në tokë dhe njerëzit janë përgjegjës për atë që ndodh në tokë edhe për ata do të llogariten botën tjetër, do të shpërblehet vepërmiri dhe do të ndëshkohet vepërligi.